Të gjithë tashme janë veteran të arsimit dhe sindikalist. Për këtë ditë mblodhen sepse dëshën edhe njëherë të ndajnë hallet e tyre. Për këtë arsye, kryetari i sindikatës Salim Aliqi tha se duke pas parasysh gjendjen e tyre, kontrata kolektive do të duhet të realizohet sa më parë. Ju jeni gjenerata, muj me thënë se ma me fat, për arsye se kemi arritur t'i përmbledhin disa gjëra, kërkesa më elementare në fushën e arsimit, t'i rumbullaksojmë me një kontratë kolektive të firmosur, e që pritet implementimi i saj, që do t'jetë me 3 paga shtesë, që mendoj që do të ndikojnë në mirëqenien e juaj dhe në shëndetin e juaj dhe familjes juaj. Këtij takimi ju bashkangjit edhe drejtoresha e arsimit, e cila për këtë falenderoi sindikatën e arsimit Dega në Gjakov. Sot po ndihem edhe më privilegjuar se po shoh numër më të madh të mësimdhënësve të cilët kanë kontribuar për arsimin në Gjakov në komunën tonë, duke llogaritur gjithmonë se do t'i kemi juve prirës në rrugët tona, të cilat do t'i shpijmë përpara bashkërisht, edhe ju tani që jeni në pension keni mundësi të kontriboni, i keni dyrë të hapura për ide, për vizione që ju i keni pas dhe nuk keni arriti përfundoni, do t'jemi në ata të cilët do të bashkunojmë në mënyrë që arsimi në komunën tonë të ecë drejt rrugës që secili nga ne e synon. Ndërsa anëtarët e sindikatës kërkuan që kontributi i tyre të mos shkojnë në arrest, por të rikujtohet vepra e tyre ndër vite. Ndoshta kishte më qenë më mirë një menjohje më qenë për punëtorët e arsimit, sepse me liber ne jemi që 50 vjet, dhe një liber në kushton 2 euro më të blejmë atë liber, por na kemi që mjafton pasardhësit një menjohje që o dashme në dhone për vitën 90 që këmë punë në çfarë kushte këmë punë. Ndërsa drejtoresha tha se do të realizohet një kërkesë e tillë, sepse një mirënjohje nuk kushton shumë në fund të fundit. Nuk kom pas në informat, por kom llogarisë se që nga vitet e pas luftës një gjë e tillë ka desh të realizohet. Nëse jo unë prapë zotohem që brenda këtij mandati, asgjë nuk është, një mirënjohje kushton shumë pak, po ka vlerë të madhe, e di. Do të marr iniciativën që të ftojmë gjithë ata mësimdhënës nga 90 deri në 99, së paku të bëjmë një koktel dhe të merrni gjithë ato mirënjohje. Në fund u ndan mirënjohjet edhe nga një orë dore.